Se çdo kush do të me pas imamin e vetë që ju veç. Se ti nëse gabon diçka edhe nuk ke ditë, Zoti ta fal. Po ti nëse ke pas mundësin me pyet dikond që është i dishëm punën e fesë, e vallaj s'ta fal, thot, unë e kom çuar njerëzit e mi. Prandaj imamët këtë e kanë pas, e mandej, kur ka ardhur Imam Alia në pushtet, po vim deri te ndrrimi i jetë që shka ra shehit, pse ka ra shehit. Kur ka ardhur Imam Aliu në pushtet, vetëm disa raste pju tregoj, çfarë njeri madh dhe i drejt ka qenë, njëherë nuk ka dasht me u bë halife, hiç s'ka pas dëshirë me u bë halife. Sepse halifja e parë, toksore, që e kanë zgjedh njerëzit, ka qenë Ebu Bekri. Mandej ka qenë Omeri, mandej Osmani, e mandej Imam Aliu. A në realitet, Imam Aliu ka qenë jo halife, po plus imam. Imam është nga vla, prijesi, që i ka udhëheq njerëzit. Por e kanë qitë prej pozitës politike, Imam Aliun, me njëherë si që ka ndru jetë profeti Muhammed. Sa ka ndru jetë, 6 muaj dit, Imam Aliu nuk ka dalë prej shtëpis. Ka ndru jetë profeti, 3 dit ka met pa ushtin varë. Gjithaj profet, neve Ibrahim Rugova, kur në ndroj jetë, krejt bota erdhën me përcjell. Ndërka që profeti Muhammed 3 dit, me 5 veta u vorros. Pse? U bë grusht shtet. Kur bëhet grushtet, bëhen të lovinat shoshni. U vorrosi vetmuar profeti Muhammed. Mas asaj, sallallahu alaihi wasallam. Mas asaj Hazreti Fatime tu Zehra, qika e ti, që e kishte qelsat edhe dhondri, qelsat e trezorit, shtetit, pasunin e shtetit e kishte, po ata jetonin si kur se fukaraja. Nuk kishin ma shumë se fukaraja. A qelsat e floririt, arit, argjendit, këtë trezorin e shtetit e ka pas. E ka pas edhe unazën, si kur kjo e Isisit në bajrakat e zi që është ajo si rumbullak, la Muhammed Resulullah. Edhe unaza ka qenë ajo në dorën e Hazreti Fatime tu Zehras. Dhe ajo, kur e qitke profeti atë vullën për mi dyll, veç pytke, kush e ka kontrolu këtë dokument? Hazreti Fatimja, bjere këtu, tak, edhe ka qenë. Do me thonë, qatë shumë që ka pas besim të Aliu, të Fatimja, profeti Muhammed. Dhe Fatimja ka ndru jetë 52 dit. Dikush thot 5 muj, okej, 5 muj pa e lajnë. Po ka pas një vdekje tragjike. Profeti, thojke, hala po e ndi helmin në dhëmë të minja. Aha, diçka po fshihet këtu. Fatimja shkoj me djalin Muhsinin Barke ka pas. 7 zonë, 2 djeme 2 vajza. Hasan Hyseni, Zejnebi Umi Kulthumi. Profeti i thot Fatime, kime bo një djal, emrin me jaqit Muhsin, Shqip Bamir, Bamirës, që bon Bamir topi Shqipëri që kemi. Bamir, emër shumë i mirë. Inshallah janë gjitë një fëmive, një pave mesave. Po Bamiri vdiq në barku në Hazreti Fatimes. Fëmija 6 muj në atë kohë, që s'ka qenë medicina që e zhvillume, ka mund edhe gruja me ndrujet. Po Fatimja pati vdekje tragjike. Imam Alia, pre një burë shteti, po i themi Imam Alis, pre një burë shteti, që krah për krah me profetin o kanë, kur se kalon vetën profetin, madje edhe në shtratin e vdekjes ka hin, kur është dasht profeti me 3 vjetë mas ju shpalja e Kuranit, 3 vjetë, u dasht mu detyru me emigru, mu shpërngull prej Mekës në Medine, prej vindlindje shkojnë në Medine. Imam Alia tha, unë e tha po hin dushek tandin, ja Resulallah, se dushmant kretë pritshin jashtë, që si ta shohin situatën me shku me myt profetin Muhammed. Profeti Muhammed kur del prej shtëpisë vet, niset për në Medine, Allahu ja çon një gjumë, një kotje atyre dhe e del hiç pa u prek. Kur hin mrenda, tamam dojnë me myt, kur ta shohin Imam Aliu. Do me thonë, shikoni kush ka qenë Imam Aliu.
edhe shumë i ri, 10 vjetë, 8 vjeç kur ka zbrit shpallja, mas 3 vjetë, 12 vjeç fëmija. 12 vjeç fëmija ka hinë dushekin e profetit Muhammed, e ka sakrifiku veten, sepse ato e ka pas baba, ato e ka pas qka ta duash, profet, sepse profeti Muhammed, kur ka met jetim 6 vjet, Abdul Mutalibi, gjyshi i ti, nuk e qënë të vlazën të djemë të tjerë që i ka pas pasanika, Ebu Sufjanin, Muavin, Hamza e tjerë, kure qënë do me thënë profetin Muhammed të Imam Aliu, të Ebu Talibi, a i ka pas baba i Imam Ali, shumë fëmi. Po pse me qu edhe tash edhe një jetim ja bo hala maron. Po qëllimi i Zotit ka qenë që aty me lindi Imam Alia ndur të profetit Muhammed. Dhe kur lindi Imam Aliu ka një nënshkrim Zoti e kalon. A dini ku? E kalon të qoshja e Qabës. Fatime bin Esed, nona e Aliut, Imam Aliut. Po prej dashnis madhe profetit që ka pas ndaj kësaj none, gruës Axhës, se Axhe ka pas Ebu Talibin, aje merë edhe vajzës vetja vendose emrin Fatime. Fatimja bia e Muhamedit, profet. Dhe lindja e Imam Aliut është mrekulli. Hala do me thonë pa 8 vjetë para se me zbrit shpallja e Kuranit, Imam Aliu lind. Po si lind? Kur shkon të qabja kanë qenë latat, uzatat, këtë zotnat. Mramje i qitë mrenda, mëngjesi qitë jashtë, gjujshin pare, kingja, dukat, sent, ju lutëshin atyre i bëjshin sejde. Po shikoni sa interesant, Imam Aliu, nona vetë, po i kapin dhimt edhe po hinë drejten qabe. Drejten qatë qabën ku janë zotnat. Dikush thot që ka nejt 3 ditë që aty, me dhimt. Dhe masi kur ka lind, momentin kur ka lind, Imam Aliu, qësh është qoshja e qabës, 4 ore qabja qësh është, a ka mësi qatë me ma pru qatë kutin e vogël. Faleminderit Zeynep. Qabja këtu është dera e qabës, këtu, këtë pjesë, e keni pa dera që e prekin aty, këtu qoshe është ai guri zi, i qabës, në qëtë qoshe, me njerë të që kjo qoshja tjetër është e qame, është muri i Imam Aliu, në qabe. Të shpia, të Bejtullah, shpia që e ka ndërtu Ademi a.s. Qëtu është e qame ky muri. Deri para 10-15 vjetëve më zgabosha, kanë mund, kur ka lindi Imam Aliu, kjo ka qa, ky muri i qabës, edhe drit ka dalë. Ende pas brit shpallja e Kuranit. Po ta dima, Imam Aliu s'ka qenë pejgamber. Muhamedi ka qenë i fundit pejgamber. Po ka pas, si me thonë, një nënshkrim i Zotit ka qenë aty, një sinjal, një shenjë e Zotit, që ky Aliu është dikushi, e që ju e keni mbyt. Dhe kur qohët këtu, tash para 15 vjetëve, Arabia Saudite, mbretnit, shkojnë gjatë natës, e bëjnë me ato makina gërvishëse, i mshelin aty, i qesin loj malteri, e suvatojnë, e bëjnë, kur ngritën mëngjes, e njojta qami e del. Dhe shumë njerëzit, të fillu prej burit tem, që 4 ditë prej këtu e në qabe, 1995, kur kemi shku, fulqit, prej nervozës kemi pas një problem, u patëm njoftu me Hlibetin, e mandej njerëzit si qim problem pa nevoj, prej nervozës kemi shku me autobus 4 dit e 4 net. Në qabe, një grup 80 veta, autobusi Erhan Turs 2 kat. Dhe krejt ata udhtarët të ishën shka ka bre buri jo të ta s'po fola, i theki ma e pakuj. I ka pas fulqit e shtrëngume. S'ka munda s'ka fshatën e gojës me fut mrenda qatë shumë që ka pas problem. Plus kur hinëm kufi, tabletat na gjujtën ata policia, të mendu se janë naj drog najsen. Dhe kur ka shkute që ky muri qabës,
ku është e qamja i mamalis, veç e ka qitë durt edhe t'i ka arë një piskame madhe, një bërtime madhe, një qajturit e madhe, edhe kur gjoska. Atëherë e sot. Do me thënë, kjo është që Zoti e kalon atë vend, për ata që e besojnë, mrekulli është me bo. Pra nda inshallah në ndreqë situata, e shkojmë komplet grup, shkojmë numre inshallah. Edhe keni me pa edhe këtë murin e Imamalis, janë mundu me mlu me asi beznat ndryshme, me ngjyra, me send, s'ka shansa. Tash e kanë qele dhe kanë bo bukur, e falenderojmë mbretnat e Arabisë Saudite. Kjo ka qenë lindja. Martesa ka qenë me vajzën e pejgamberit, po jo bash djali, do me thënë djali i Agjës, djali Migjës, profeti e ka pas. Baballart i kanë pas vllazni. Edhe e lypin Fatimen Ebu Bekri, Omeri, shokët e pejgamberit. Pejgamberi thot, sa shte para fame për juve. Dhe thot, ja Resulallah, po hajde qika tu ka bo për martes. E ka prit shpalljen prej Zotit, se pejgamberi vetëm Kurani nuk është shpallje, po gjdo sen qka ka fol, illa wahju juha, gjdo sen qka ka fol, profeti thot ka fol vetëm përmes shpalljes. Dhe i thonë, ja Resulallah, vajza tu ka bo për martes, ja lypin krejt njerëzit ma të pasur, njerëzit ma me emër, ma me famë që janë kanë. A i thot, e ka caktu Zoti për Alin, se Alin e ka rrit me dur të veta. Dhe Hazreti Fatimja ka qenë genius i kohës vetë. Edhe Zoti ka dash që këtë genius, me bo vetëm me geniusin, a i thënë shqip genius apo genius bre? Zera? Gjeni, po bravo nga Alije, po ma shumë se veçanta, gjenia, edhe thot Zoti, dhe këta të dytë duhet mu bashku, sepse pejgamberi s'ka pas djalë. Dhe i kanë thonë, huve lepter, ti e farsosur. Inna atajna kelke u therë. O Muhammed, këta që po të thënë ty farsosur, pa djalë, që s'ki djalë. Na, me të vërtet, kelke u therë, ta kemi dhonë ty superiorën, begatin ma të madhe, diçka që s'ka kërkush në këtë botë ty të kemi dhonë. Fatimen ta kemi dhonë. Fesalli li robbi ke venhar. Prandaj falenderoj e Zotin edhe prej kurban. Prandaj na e këndojmë akikën për me prejmë dashën, dele, ja këndojmë e zonin veshin e djathtë, majtim, thirin mysafir. Ky kurban e runat fmin deri në momentin kur ai fillon me fitu parën edhe vetë fillon me dhënë zadaka. Inne shënje ke huve lepter, me të vërtet ata që të kanë thonë ty farsosën, ata thot komi botha unë pa trashëgimtar. Muavija ka pas 4-5 djem, po kreti kanë thonë, Jezid e Jezid, lanetit kot, lanetullah i kanë thonë, malkim, do më thonë, kanë pas djem, po s'kan pas vlerë, Hazreti Fatimja, përmes Imam Aliut, përmes gjakut profetit, fisi Hashimi, po nuk ka qenë edhe në lidhje fisi, po Zoti këta, 5 veta, Muhammed, Ali, Fatime, Hasan, Husin, dhe do më thonë, këto 5 figura, 5 personalitete kanë qenë më të njoftura dhe Zoti ka dasht, si që ka dasht me bo përmes barkit Merjemës, me bo Isën a.s. Jezusin që i thënë të krishterët, Zoti e ka pregadit barkin e Merjemës për me lind një pejgamber. Bila Johana thot, o Zot, thot, unë e prita ty me ta dhënë kurban, me ta dhënë një djalë. Tha ti më qove vajzë mu, për Merjemën. O Johan, ti e grua e mirë, por na po dojna me pregadit barkin e Merjemës, po dojnë me pregadit për me pruj Isën a.s. Që do me thonë edhe të jevrejt, trashëgimia nuk shkon përmes djalit, po shkon përmes vajzës. Vetëm të shqiptartë,
edhe te Arabt shkon vetëm përmes djalit koka. Prandaj i tha, ndodhin bash. Prandaj i tha Zoti, o Muhammed, mos e ki dertë që po të thojnë ata farsosur, se s'kishte djalaj. Tha mos e ki dertë, tha se ty të kumë dhonë superioren. Prandaj, nëse e ke eduku një vajzë, i ki 4 vajza, 4 familje i ke eduku. A i ke 4 djemë, ku me di qëfar nuse ka me të marë. Prandaj, edukoje vajzën tënde, sepse ajo është që ty, a është një pejgamberi, a ka qenë Hasan Huseni prej vajzës, a prej djalit që s'ka pas, a ka rëndësi? Jo, sepse ata kanë qenë yje në qiell. Ata kanë qenë udhëzim në tokë, ata kanë qenë njerëzit më të mirë. Peshja. Kjo peshje është rilindje e fesë islame. Po të pestët u masakru, u fliju, u mbytën, ranë shahid. Dhe u martu Imam Alia me Hazreti Fatimen, e lindi Hasanin, e lindi Hyseinin, e lindi Zejneben, Hasanin e puthke që tunë majet buzës. Hyseinin e puthke në qafë mrapa. Gjyshi emra me të lija thojke, mos luni me topë se është haram. Mos i puthni gjyshi emra thojke, mos i puthni fëmijët në qafë, se është gjuna. Po kur e mësova historinë e Ehli Bejtit, thash gjyshi jam pas ka qenë i Ehli Bejtit, more, për që ato dhe une e kuptova qatë shumë po më tërhek kjo puna e familjes pejgamberit edhe shokve respekta ma puna e familjes pejgamberit të ishëm he more zot 4 vjetë une kum studiu as një orë s'kum su për Ehli Bejtin o more zot qka kjo puna jeme krejt desh dola mens të ishëm qka kjo puna mës me dit kush është Ehli Bejti shkon Kuran e Hasanin Aliun ju të regoj në fund si ra shahid, Hasanin që tu e puth ke pejgamberi. Tha, ja Resulallah, pse po e puth Hasanin këtu, e Hysenin këtu, qafë mas qafe, tha se ky ka me pas që tu shahadetin. Shahadetin është martirizimi, që ndron jetë. A jep, herën e fundit, a jep shahadetin. Thojnë ka dhon shahadet. E për njerëzit e mdhej, nuk mund është me thonë ka vdek, po ka dhon shahadet. E ky ka nëra martir, shahid. Prej këtu i ti ka dal helmi. Helmi, edhe krejt trupi ju ka bo gjelbër. Prandaj, janë në për disa hoxhallari qesin shallat e gjelbër, disa të kuq, disa të zi. Ndërka që Imam Hyseni thot, pse po e puth në qaf? Tha, ky prej këtu i ka me pas shahadeti. Si baba, si biri, si Imam Aliu, si Imam Hyseni, namaz ka nëra shahid. Kur ka ardhë shimrim me mytë Imam Hyseinin, mja marë kryca, i veç i kanë gjujtë shigjetat si breshni, si shiu, pikat e shiu, edhe e kanë sulmu edhe ka fillu me ju helmu trupi, po u duke kokën mja marë. E mja që Jezidit, se Jezidi ka thonë, Sara non pesh, sa ka koka, qatë kime pas dukat. Edhe ky shimri shkon mja prej kryt, thot, ja, tha prit, tha se na familja e pejgamberit vetëm namaz na vdesim, na japim shpirt. Ra Imam Hyseni sesh dhe ja prejnë kokën. Imam Alia, Imam Hasani, u helmu, ja nisi Allahu Ekber, tap namaz shkoj. Imam Alia, shkoj me falë namaz. Edhe ati takja shtinën thikën, e bonën Umajadet, Muavija, që erdhë mas Halije si halifate, e bonën një trike, e bonën një mashtrim. Hajde tha, po shkojmë, tha, mas i s'po mirën vesh për halifat, po shkojmë, tha, njoni shkon e ta mytë Muavin, njoni Amr ibn Asin, një tjetër si guvernator, me një shtet tjetër, tjetëri tha e shkon e ta mytë Aliin. Muavin, ky që ka shku me mytë, u paska shmu rrugës. Amr ibn Asi e paska pasat parzmorën, atje lekin e hekurt, e paska pasajnë piknatës, e paska pas mbrojtësen,
E Imam Aliun ky që ka shku me mytë, se i kanë bo 3, po shkojnë të 3 për mysim edhe e të zgjidhen kryetar të ria, se ki ishte me problem Imam Aliu këtë vendin, këtë pozitën, hiç se ka pas me rëndësi. Dhe ky tha, Ibn Muljemi, qaj që e ka mytë, a i shkoj, edhe ky kuransisht dhe kap, jashtini thikën, 19 nesër, 19 ditë Ramazanit, deri 21 2 ditë, 21 ditë Ramazanit dha shpirt Imam Ali. Dhe pse dha shpirt? Pse u desht Imam Aliu çaçirin moshën 62 vjeçare me dhanë shpirt? Pra, për shkak pozitës. A thu Imam Aliu për pozit pas ka luftu? Jo. Imam Aliu e ka pas emrin më të madh se sa halife. Halife është e ka zgjedh njerëzit, nuk zgjidhet halifja prej njerëzve. Ve idh kale rabbuke lil melaiketu inni ja'ilun fil ardi khalife. Dhe kur e krijoi Allahu njerëz Ademin alayhis salam, i tha me laçeve binin sejdë, krijoi halife. M'falni, halife krijoi, pra Allahu e cakton halifën, jo njerëzit. Dhe Imam Aliu u caktu imam, po plus imami pastaj thot okej, unë jam imam udhëhec, po ju halifën e zgjedhim, minister, kryeminister, ato këto, i zgjedhim, nuk ka problem, se dhe vetë pejgamberi thot, ju vazhdoni me këto punët, ama të halifës, po imam është ajo që është i zgjedhur prej pejgamberit, është emaneti i Zotit, emaneti i profetit të konë, në kur të ndro dhe thotë nëse dëshironi që të mos jeni të përqar, o musliman që na jemi të përqar, po falë Zotit, po ndodhin janë të sende që ka me na bashku, thotë po ju lo dy gjana që kur mos mu shkatru, kur mos me pas probleme. Ato janë 2, Kitabullah wa itratu ahlul bejt, libri Allahut dhe familja e profetit. Do me thonë që të 2 gjana juve kanë mjë shpëtu. Kur s'keni me pas probleme, po unë bytu, masakru, e tjera familja e profetit. Pse Imam Aliu? Imam Aliu u bo halifja e 4. U deshtaj me qenë jo e para, po imam u ka. Po hajde, mas profetit u deshti Imam Aliu me qenë. Po 6 muj dit u mbyll, sepse nuk ja ka dhënë bejatin kujt nuk duhet. E tjera. Prej një burë shteti, merreni me mend, Imam Aliu ka shku edhe ka qelë bunare, vetëm e shtike që të veshin tokë, e kuptoj ke ku po shkon vija ujit, ka qelë bunare, mirë ke uj me dur të jetimave, 2 jetima, 7-8 vjeç, Zejnebja, qika e vogël, u kujdeske për motrën e vetë mrenda, Hasan Hyseni 7-8 vjet, jenë bo këtë të lumba gishta, të nxerr uj me babën e vetë, njerë të qelë bunar? Mandej të nxerr ujë dhe të ujit bashkët e jahudive. Një burë shteti, një zavend si profetit, veç profet së kanë, për cilin ka thonë profeti, o Ali, ti edhe une jemi sikur se Musa edhe Haruni, ta janë kanë 2 vllazën, po të dytë janë kanë pejgamber. E ky i thot, o Ali, ti edhe une jemi si Musa edhe Haruni, veç se ti nuk je pejgamber. Merreni me mend një njeri që ka qenë krahi profetit, që ka udhëheq, ku ka shku profeti, ka histori shumë të madhe, s'mundi me përfshim me kaq kohë shkurt, bëhet një hapsi i bunareve, i hap bunarët, edhe plus, çka fiton pare, çka i tepron, i çon njerëzve, grave veja, fëmijëve jetim, i çon në përshpia. Një ditë, janë kanë disa jetim të net, të lujtet asë. Si e shishin Imam Alin, a i hypshin qafë. Dëshira ati ajo kanë i madhë, njeri shnosh, tak i kapke jetimët i hypken qafë, në kra, e send, gzimi atymve, një djallë për rinë qështu. Edhe si mazum, si mërzitshëm, edhe pithojnë, Imam Alia e pa, tha, e a i djalli, tha, kush është ta, pse s'poluni me ta? Jo, tha, ajo djalli filan, ecë këtu, tha, pse e ti mazun, tha, valla po kam qef edhe une mu kanë jetim.
Ai babën e ka. Tha, po kam qef, tha, unë mu kanë jetim, qatë shumë që pikëshyre pi don jetimat. Imam Ali si kanë thonë, baba i jetimve. Kur kanë druje, kur o kanë shtet Imam Ali jam, pushtet kur o kanë, më fani para kësaj pushtetit që shka arte halifati, veç mos ta harojmë pushtet kur ka arte, që shjep ke sadaka. 3 halife, Ebu Bekri, Omeri, Osmani. 3 halifet që i kanë zgjedh njerëzit, jo zoti, njerëzit me zveti. I thojnë Aliut, se e mytën Osmanin, kur e kanë mytë halifën e tret, a i ka pas shumë nepotizëm, shumë familjarti ka punësu. Kur 3 milion dirhem ka pas në shtëpit vetë, jo në buxhet, jo në shtet, jo në parlament, po në shtëpi i kanë gjetë 3 milion, 3 apo 30 milion dirhem, shka po të lypë aty zotni kryetar, me pasën shtëpi tënde, mi fshena për bojlera. Pra, dhe panë që shoqënia muslimane u shkatru, s'po din ka me shku, ky halifja, gjitha problemet u bone mytën halifa dhe ma në fund, i thanë, o Ali, tha, hajde tha se u shkatru populli, a di tha, bonu halife, tha, që të halifatin, tha, ju, që po ma ofroni, kjo është si kurse planci i dhis në duart e zgjepura. Do me thonë planci e dini, planci i dhis në duart me zhug, në duart e zgjepura. Do me thonë, e ka marrë Imam Alia khalifatin jo që ju ka dasht, a i ka qenë imam, po e ka marrë khalifatin vetëm për me shpëtu musliman. Dhe kur ka qenë Imam Alia khalife, s'ka pas gjdo familje sociale, për 5 vjetë që ka udhëheq shtetin, mas mirti, ma të rahatum, ma të paqru, ma të knaqur që kanë qenë populli, sepse gjdo kujve ja ka dhënë ka një sike. Sike i thënë ka një lirë, si tash me thonë 5-600 euro, qatë standard. Familjeve sociale që s'kanë mund me punu. I kemi 2 raste. Një rast vjen vllai Imam Alis. Edhe ai ka pas shumë fëmijë, kushtet jo të mira. I thot, Imam Alia u kanë të punu në zyret vetë. Edhe i thot, o vlla, po du me ardhë me të pytë, thot diçka. Po, thot, a e ki për punë tënde na për punë të shtetit? Jo, tha për punë teme private. Oke, prit pakës. Tak, e nal atë gasin e vetë, e shtetit. Gasin e shtetit e nal, e merë gasin tjetër e dhes për me bo dritë, se o kon natë. Edhe i thot, a di qka, tha, që to minuta që po mi merë, dakika që po mi merë, këto une duhet mi zavendësu se po mpret gruja në shpi, ma shpejt fol qka ki vlla jem, se mas i kja arë privat, s'kja arë për punë shtetit, ma shpejt mos ma merë kohën. Do me thonë, na punojmë në për punat shtetit, po s'na intereson pëse i ndreqim thojt e sen. Po ajo e ke marë rogën tonë dhe haram. E ke fitu, e ke përzi haramin me halalin. A Imam Alia thot, jo, as dritën e shtetit si ka përdor për punë private, as minutat e shtetit si ka përdor për punë private. I thot, po qebre imam, ti e vlla jem. O ka qenë imamja saj kohës, halifja saj kohës. Tha, s'po mdel, tha, një sike, një lirë, tha, s'po mdel, shumë fëmi. Po, a tha, pjema tha qatë gishti, dorën, e a kapi dorën. Edhe ja qiti të flaka. E i tha, tha po djeg. E tha, malli shtetit ma shumë djeg. Malli shtetit ma shumë djeg, po hec vlla jem, se që të minuta që po mi merë, duhet mi zavendësu. Një rast tjetër, kur ndroj jeti Imam Alia, edhe tash gratë e veja, nonat vetu shyse, jetimat, tha shka u bëmër e kjo? Dishka ndryshojnë në shoqëni, kur Imam Alia që ka punu në atë vendin, në atë zyrën e vetë. Dhe ka pasaj rogën e vetë, po i ka tepru, se ka jetu si fukaraja, a buxhetin e ka pas si pasaniku, se kretë qetësat e trezorve i ka pas shtetit ndodhë. Edhe ma peshojnë 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë, kur gjos pi vinë ato paketat, a i mili i para shpis,
ato gjanat ushqimore, urmat, pemët, naj dirhem, naj pare. Imam Aliu mas punës nuk ka shku të shtëpia vet, plus natën për mos mi thonë se ja ka Hazreti Fatimja i pat ndru jetë, edhe plus për mos mja qit na iftire, a i shkoj ke veç të gratë e veja veç trokitke, tak, ja qit ke njerë ushimin edhe para derës, edhe trokitke, bam, edhe hik. Te njona, te tjetra, kërkush se ka dit, kush i ka që ushim në shpi. Kur ka ndru Imam Alia jet, Imam Alia, mas një ave prit gratë s'ka. More tha pas ka qenë imami, atër ato nisin kajnë. Kur si kalon jetimat pa i gzu? Kur si kalon gratë e veja pa u kujdes ma shumë se sa që ajo ndihma sociale që ka pas. E ky pra është Imam Alia. Një fatiha për shpirtin e ti. E inshallah e shohim nëndër Imam Alin, se e kemi hongër një kafshat buke edhe për 8 mars, edhe për Imam Aliun, edhe rehberit një selam inshallah. Lillahi el-Fatiha. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyake na'budu wa iyake nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim. Allah i na boft kabul. Inshallah e keni sevap, edhe unë inshallah e kam sevap, se unë diva shumë mirë që munda diçka me ju përcjell, por liri tash jemi në kohën e internetit, për qatë arsye dhe lexova surën Ikra bismi rabbike ledhi khalek, po ma i bjerë qatë librën tem, ajtë bra li e zemër. Jo, të s'ko, qatë librin tem, për atë arsye edhe e fillova, po librin tem, jo timin qatë, e fillova me Ikra bismi rabbike ledhi khalek, që do me thënë lexon emër të Zotit tanë që të ka kriju. Pra fjala e parë që ka qenë fjala e parë Zotit që ka obligu profetin Muhammed, kjo do me thënë sallallahu alaihi wa ali, edhe neve është ikre, pra me lexu. Shikoni, për me marrë një got ujë, për me bë një sevap, sidomos gjatë muajit Ramazan, një got ujë me ia dhënë dikujt e kish shpërblimin kur s'ki me qenë i etur, as në ahiret, as në dynja. Shumë është shpërblimi i madh te Zoti, ata që japin ujë në ditën e Ramazanit. Por shikoni, një got ujë me marë, ka bajagja do punë. Duhet me shku në dollap, me marë, qësa është pa la, duhet me la, me pastru, me mush, me pru, ka një farë pune. Por na për shembull ulemi që tu edhe tak e qelim librin, edhe lexojmë. Do më thënë, është një sevap shumë i madh, një got ujë dikujve m'ja dhon. Po me marë me lexu na pe krym një urdhër të Zotit, është ibadet. Urdhër, ikre alije, ikre fidaje, ikre. Po që lexo, më që ditën thash, që gjithmonë i kom thënë nxënësit e mia janë për ndryshe, prej Krushtës së Madhe, edhe i kom mësu Kur'an prej gjeneratës parë, e këto më kanë qenë ma të zellshmet, ma shpejt që ma kanë kapë, sidomos Alia. Edhe këto dyjat, po këto dyjat i natosën me zveti. Jo ti se tha mirë, jo unë e tha mirë. Edhe e kanë nisë, çdo Ramazan e këndojnë hatmën, edhe thash në gjyzin e fundit tha jam, thash pse gjyzin e fundit tha i kemi da gjyzet. Do më thënë Kur'an me lexu gjatë muajit Ramazan, mos e lejoni veten se me të vërtet keni humb shumë. Sepse në muajin Ramazan Zoti mundet me ta ndryshu situatën për tanë jetën. Sepse inna anzalnahu fi lejletul qadr, ka zbrit Kurani natën e Kadrit. Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më e mirë se sa 1000 muaj. Që do me thonë, 1000 muaj 80 e kusur vjet është një jetë, një ymër i insanit, një jetë e insanit për një natë po të ndryshohet. Prandaj këto prej datës 19, prej nesër,
deri në fund të Ramazanit, nuk e dim na kur është nata e madhe, po mirën ne të tek, 19, 21, 23, 25, 27 edhe 29. Do me thënë, këtu është natë teke. E këtu, edhe nëse nuk dish më fale, sen duhet me ju lutë Zotit, po ku dashta me qitë, unë e kom përgatit që të librat për juve, për ndryshë është libri jem në për konferenca ndërkombëtare, libri 5 i radhës, po e bëjnë i promovim të vogël. Dhe i keni dhurat prej meje, që meralit ira, e keni dhurat nga unë këtë liber, dhe dashta me thonë, i urdhni Zotit është ikre. Prandaj motra të nderuara, 300 flet i ka Ramazani, Kurani, 30 dit i ka Ramazani me gjithë Bajram, 30 dit, 31, 2, ka 10 flet, shikoni, 10 flet, një flet, ka 10 flet në dit mi lexu, të Ramazanit, veçan, du të më ndryshu diçka jeta, ani që s'keni mund prej fillimit, merë një tash, ka 10 flet në dit mi lexu në gjuhën shqipe. Ju e lexoni 10 flet një orë të zgjat. Për 30 orë ju e keni lexu librin e Zotit. Keni me dhënë përgjegjësitë e Zotit, qose keni lexu romane, send keni hub kohë, në librat e njerëzve që i kanë shkruaj, që me fantazirat e tyre ndoshta keni me dhënë përgjegjësi nëse se keni lexu Kuranin, s'paku një herë në jetë, po ajo është shumë pak. Prandaj në këtë libër keni disa tematika shumë interesante. E para është për rolin e gruas, ngjajshmëritë dhe dallimet midis meshkujve dhe burrave, rolin e gruas në shoqëri, çfarë roli ka pas edhe çfarë pozit ka pas në kohrat e lashta, ku ja kanë hongër mishin e zojës shtëpisë, qose ajo ka qenë shumë e më shume, edhe nuk ka qenë produktive, s'ka mund me punu, e kanë marrë në Australi kjo ka ndodhë, e kanë mytë në anën e vetë, e kanë prej, e kanë hongër mishin e njerëzve. Do me thonë edhe kjo të Gjepsona, kush ishte ai personi qaj Epsteini, që hajnë mishin e njerëzve, kjo e ka prej ardhjen prej dikujt. E këtu e keni pra rolin e gruas që shka qenë në Islam, pas shpalljes, në Arabi, në Greqi, në Afrikë, në Austri, në Amerikë, e tjera, Greqinë e lashtë, pastaj keni edhe për Imam Hyseinin, për nipin e profetit, keni për Hazreti Fatimen, 10 flet janë. Juve në qose nuk e njefni personalitetin e Hazreti Fatime, se kota që e njefni, ku ta di une filanën e fisteken ato këto, ta njofim vajzën sepse, thamë, 5 personalitetet më të mëdha në Islam janë. Profeti Muhammed, Fatimi, Hasani, Hyseni, Imam Ali. E tash, gjithashtu ka edhe metodat se si me ndryshu shoqnin nuk do me thënë ti me dal jashtë, po me nis prej shtëpis, që se donë, mi thënë e vlatit tonë, mos e bën këto se është haram, është keq, mos shko këtu se është keq, ti duhet si nën, si babë, duhet me mendu që kam i dhonë alternativ, së mund është mi thonë mos shko në bazen se krejt atje po cula kohën, gjerisa ti si babë nuk je interesu me investu, ka pasanika sot të mdhej, nuk investojnë që me bo bazenin veç për femra. Unë më duket se kom një pej kisha, po? Më duket, po, një pjesë. Prandaj, është një liber ti për intereson që besoj se kam ju pëlqy, faleminderit që keni qenë prezent, inshallah takomi edhe herve tjera, për festa tjera, për ditëlindjet e Hazreti Fatimës, që kjo është, edhe du m'ju tregu edhe një lajmë të mirë, YouTube jam është këthy, ata ju tregova, edhe kom e punu edhe ma zellshëm, ndoshta ka qenë në i gabim aty këtu, i imi ndoshta, se unë komendu ma keq, po jo, kishte qenë gabimi imi, sepse e tjera. Gjithashtu kom edhe një lajmë të mirë edhe për juve, edhe për shikusit, që do të na shihnin, do të na ndjeknin në YouTube, 41 minutë pas ka bo,
Pra, mas Ramazanit, 2 herë në javë, varësisht prej ditëve juve që ka ju pëlqen, në zyrën time aty do ta hapi kursin e Kuranit me familjar. Do me thonë nona, baba, fëmija, vajza, djali, nipi, mesa, vjehra, vjehri, komplet, një familje, një orë, 2 herë në javë. Pra kanë me ardhë këtu, kemi me bo klas për leximin e Kuranit, pse është me rëndësi, sepse është libri i Zotit. Unë e thash, qose se keni lexu Kuranin, koti keni, veç ato që ka i keni obligative, literatura shkollore, ajo duhet për me marrë notën, për mu certifiku, mu diplomu, me po libra tjerë që i lexoni me të vërtet është mëkat i madh nëse nuk e keni lexu Kuranin. Prandaj edhe vjen një person te profeti Muhammed, i thot, ja Resulallah, sallallahu alaihi wa ali, thot, po e ndi që më është afru vdekja. Po e ndi, më është afru vdekja. Thot, çka me bo? A i thot, pejgamberi thot, a din me lexu Kuran? Jo. Thot, shpejt, thot, shko merri shkronjat, nisi me lexu Kuranin, qoftë edhe e të gjen vdekja duke i lexu shkronjat. Është shumë e lehtë, nja 20 herë që vini ka një orë në ditë, do me thonë, 2 herë në javë, cilën ditë ju e pëlqeni, veç lajmëroni sot po du me ardhe ka mësimin nana, baba, vajza, djali, kush të dojnë, familjar, ose janë 2 shoqe me fëmijë, për shembull, që jo vetëm fëmija me mësu, po edhe nana me mësu, bashk, edhe për 20 herë që vini, pastaj mundemi online këtu, i keni në YouTube, i keni krejt mësimet, vetëm e lishon 50 minuta, një mësime mëson, është fantazi, është e kanali jemi Gbal Hudutin YouTube, pra mas 20 herëve që vini këtu, vetëm për mes YouTube-ës ju keni me lexu Kuranin, për 20 herë me lexu Kuranin, është e mundshme, ju garantoj që po. Faleminderit. Selamu alejkum.